edhe kur t'ja shpjegon, thotë, po na këtu si na në Zvicër. Po pikërisht si na në Zvicër, sepse na të punu në mënyrë që është destruktive, në mënyrë që është të shkatru këtë vend, në mënyrë që e kena normalizu, për shembull nëse këshimi tash të zgjedhjet e fundit pa një politik, po ku një parti, cila do se unë më asnjësem, fiton 20 vjet të rënd me një vend, edhe ai s'ka progres. Edhe qytetari kur shohet më thon, çto diçka s'është mirë, ashtu do të më ndryshu. Është një farë lojaliteti ndaj të keqes. Po unë mendoj që prapë kemi bën ndryshime. Qytetarët megjithatë kanë ndëshku kur nuk kanë qenë të kënaqur. Ka pas aty këtu, është vërtet ka pas aty këtu, po me këshyr prej luftës për 26 vjet, ku kena mri, është dopt. Është shumë dopt, me miliarda ndim, me Bashkimin Evropian, me Eulexia, ku pe di kush kanë ardhur këtu, Amerika, anë i knej miliarda, diasporën me pas kaq të fortë. Na kena me miliona shqiptar diasporës që janë ndjek këtu. Kanë ardhur këtu, kanë investuar, janë ndjek dhe janë kthy. Domethënë, me sa ndim, me sa financa, me sa pare, me sa projekte, me sa miliarda, me një qytet kaq të vogël, kjo është 1/4 e Zvicrës, se me ta bëu Cyriun dhe Sangallën dhe Turgavën bashk, edhe mos me ditë me menaxhu një copë, 1/4 në Zvicrës. Kjo është duhet me vizllu, rrugë rrugë që duhet më kon, jo më blloku projektuit më, domethënë është s'po du më me zbut, s'po du më me rajt vetëm e thonë hajtë mirë, jo, është ka dal, është keq, rrugë që janë mirë, infrastruktura së mirë, në Çaklavic halat nalet rryma, internetit nalet, do është mi bot 3 interneta me pagu, do është rrymën vetë me siguru, në 2025 të një në të folë.